Nëse vuani nga kapslloku, pini një gotë lëng kumbullash dhe do shpëtoni. Kapslloku mund të jetë një irritim i vërtet, por marrja e masave të thjeshta dhe të duhura në të vërtetë mund të zvogëlojë shqetësimin tuaj të tretjes. Kapslloku mund të ndodhë për shumë arsye, mirë po për fat të mirë, marrja e më shumë ushqyesve, duke përfshirë enzima ndihmëse të tretjes në dietën tuaj, mund t'ju ndihmojë të kujdeseni për këtë problem. Kur është fjala për lëngun e kumbullave për kapsllok, ekziston një përbërës kryesor, sorbitoli, i cili është një alkool sheqeri që tregohet se ndihmon në zbutjen e jashtëqitjeve duke i bërë ato më të lehta. Sorbitoli ka një efekt qetësues, kështu që ju ndoshta do të vini re lëvizje më të shpeshta dhe më të lehta të zorrëve sapo të filloni dhe të pini lëngun e kumbullave. Filloni ta pini 60 deri në 120 ml lëng çdo ditë, duke e rritur ngadalë deri në 240 ml.